الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. على رسول الله الصلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب ذا الجلال سبحان الله. سبحان الباقي دائما الحمد لله. رب العالمين أتعالى شانه والله أكبر.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Falenderimet, lavdata i takojnë Allahut Azza wa Jall, krijosit e gjithësisë. Salavatet dhe selamet shkojnë mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan, mbi familjen e tij, shokët e tij, gjithë ata të cilët e kanë ndjek, po e ndjekin, dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pra, falenderimet takojnë Allahut Azza wa Jall, i cili na mundsoi që edhe Ramazan me përfundua me sukses, e me përfundua me shëndet e me mirësi. Normal se zemra e njeriut, sa do që gëzohet kur vjen Bajrami, kur kalon Ramazani, ajo gjithashtu edhe piklohet. Sepse njeriut, edhe njetën e përditshme kur i vjen një musafir, të cilin e don shumë apo e respekton shumë, edhe i musafir i cili i sjell atij mirësi e begati, kur ti largohet ai musafir ka mund ndjekes. Ashtu edhe besimtari me muajin e Ramazanit, ku i muaj Ramazanit ik, besimtari e nije përmrena i saj piklimit apo i saj kesardhjet, sepse e din se sa kënaj, sa mëshirë e sa begatit Allahut Azza wa Jall ka pas në këtë tokë. Mirëpo Zoti Xheleshanuhu neve po na mëson, edhe pejgamberi gjithashtu, se çdo zë në këtë botë është kaluese. Ashtu sikur se kalohë muaji Ramazanit, ka me kalua edhe jeta e njeriut. Mirëpo Zoti po na mëson neve se si duhet na me shfrytëzoa kohën, edhe se çfarë vlerët apo çfarë vendi duhet të ketë koha në jetën e besimtarit. Koha është një prej zanave ma me rëndësi të cilat Allahu Azza wa Jalla ka dhënë këtij njeriut, nëse din me shfrytëzua ashtu si duhet. Pasuria mund të shkoj, mirëpo prap mund të fitohet, shëndeti mund të dobësohet, mirëpo prap mund të përmirësohet ai, mirëpo koha është një gjë vetme e cila kur shkon nuk kthehet më. Çdo lindje e diellit është një kapitull i ri i jetës tonë apo i librit të veprave tona, dhe çdo perëndim është një kapitull i cili mbyllet edhe nuk hapet kurrë deri në ditën e gjykimit. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall dhe Muhamedi alayhis salam po na tërheqin në vërtetën që të jemi shumë të kujdesshëm ndaj kohës. Allahu Xheleshanuhu këtë dukuri na shpjegon më së miri në surën të cilën besoj e dim gjithashtu surja Vel Asr, ku Zoti në Kur'an thot Vel Asr, pasha kohën thot. Kur Allahu Azza wa Jall betohet në një gjë, ai do më na tregon neve se në këtë gjë ka shumë të mira, apo na tërheq vërtetën se kjo gjë është shumë e rëndësishme në jetën tonë. Edhe Zoti po betohet në kohën ku po thot pasha kohën pra. Vërtet thot innal insana lafi khusr, vërtet thot njerëzit janë në humbje. Zoti pra po thot pasha kohën, vërtet njerëzit janë në humbje, mirëpo pas kësaj direkt Allahu Azza wa Jall po i përmend 4 kategori të njerëzve, të
të cilat do të shpëtojnë, apo të cilat nëse e shfrytëzojnë kohën ashtu si duhet, nesër në ditë të gjykimit do të arrisin faljen e Allahut azza wa jall. Allah Zoti po thot illa alladhina amanu wa amilu salihati. Përveç thot atyre të cilët besojnë e bajnë veprat e mira. Zoti xhaleshanuhu në radhë parë po na përmend besimin. Do të thotë besimi ka të bëjë besimi me zemër se nuk ka zot tjetër përveç Allahut azza wa jall, se Muhamedi alayhis salam është dërguari i tij. Mirpo Zoti xhaleshanuhu direkt mas besimit po na thot ata që bajnë veprat e mira. Zoti do më na tregua se besimi pa veprat e mira është si trupi pa shpirt, pra nuk funksionon njëra pa tjetra. Zoti po na thot direkt mas besimit, njerëzit duhet atë besim që me manifestua me veprat e mira. Mas ne thot Zoti xhaleshanuhu illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dhe thot ata të cilët e këshillojnë njëri tjetrin në të vërtetën dhe e këshillojnë njëri tjetrin në besim. Zoti me këtë po na mëson se Islami nuk është fe egoiste. Islami nuk duhet me menua vetëm vetin, pe e pështoj vetin e tjerë njerëz po më intereson. Islami është fe i cili e don shpëtimin e gjithë neve. Njeriu duhet ta ketë parasysh se nuk duhet njeriu me bë vepra të mira veç për veti. Nuk duhet atë besimin cilin e ka me pa veç për veti, e tjerë me tjerë të bëhet çka të bëhet. Pejgamberi alayhis salam neve këtë dukuri po na mëson me një hadith ku thot nuk ka besuar thot ai njeri i cili nuk e don për vllahun e vet atë të cilën e don për veti. Pra pejgamberi alayhis salam po na mëson se nëse një njeri e sheh të vllau apo motra e vet një za për të cilën duhet më gëzoj, mirëpo këtij njerit për atë za i vjen kes, i vjen i kes ardhjet, ka zili për mrena, ai njeri thot nuk e ka besimin e plot. Pse? Sepse duhet prallë për tjerët me i dash ato të mira sikur se i duan për veti. Allahu azza wa jall zemrën e ka fal të pastër, mirëpo këtë zemrën tonë ka shumë zona të cilat e smurin. Zemra e njeriu smuret, zihet prej veseve apo prej zinafeve të cilat i bën njeriu në këtë botë. Pejgamberi alayhis salam po na mëson neve se prej smundjeve të zemrës kryesore janë zilia dhe mendimallësia. Pejgamberi alayhis salam po na mëson se zilia thot apo smira i djeg veprat e mira sikurse i djeg zjarri i drut. Pra është veti shumë e keqe kur njeriu ti e keq për ato tjetrin, edhe në rast që duhet më gëzuaj pra. E pejgamberi alayhis salam po na mëson se nesër kur dalim para Allahut azza wa jall në ditën e gjykimit, kjo zili apo kjo kesardhja që i kem për tjerët, kam ne shkatrua neve veprat e mira, kam ne i djeg neve veprat e mira. Mirëpo si fillon menaxhimi i njeriut në këtë botë. Zaja kryesore të cilën njeriu do ta ketë parasysh është balancimi i dynjas me ahiretit. Islami nuk po na thot neve që mos të punojmë, mos të munohna, mirëpo Islami po na mëson neve se çdo punë halal është allurim pra, është ibadet Allahut azza wa jall. Mirëpo njeriu gjithmonë do ta ketë parasysh që nuk duhet as dynjan me harrua për ahiretin, as ahiretin me harrua për dynjan. Nëse një njeri punon vetëm për dynjan dhe harron ahiretin, ai njeri e ka kuptuar fen kes. Nuk din me bë balancimin mes këtyre dyave. Mirëpo në tjetër anë, nëse një njeri punon vetëm për botën tjetër, pra për ahiretin, dhe harron këtë dunja, ai njeri e ka kuptuar gjithashtu fen e tij kes. Sepse feja neve nuk na mëson që me botën, me këtë dunja duhet me harru ahiretin, mirëpo po na thot që me bë balancimin mes këtyre të dyave. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam na mëson se njeriu thot në këtë botë me dy zana ka me i hub shumë të mira, apo shumë begati, ato janë koha e lirë dhe shëndeti. Njeriu thot pejgamberi alayhis salam sa i shnosht i harron shumë të mira, mirëpo kur njeriu t'i vjen koha mu smur, apo i vjen koha me ran shtrat, dëshira e tij e vetme thot është çka që mu çua edhe herën kam, e më me i bë ato vepra të mira ato zana, të cilat sa ka i shnosh nuk i ka bë.
Gjithashtu pejgamberi sallallahu për kohën e lirë, po na thot, njeriu kur ka kohë të lirë, nuk din me fshizua ashtu si duhet. E shfrytëzon zana të cilat janë të padobishme, cilat janë të panevojshme për ta, mirëpo kur i vijnë angazhimet apo kur i vijnë disa zana cilat ja preokupojnë jetën e tij, atëherë thot, sikur të kisha kohë me bë atë punë ose me bë këtë punë. Zoti xhaleshanu neve në Kur'an po na mëson se njerëzit cilët kanë ndruar jetë, dëshira e tyre e vetme është mu kthellë herë në dunja. Edhe i thonë Zotit kale Rabbi rgjiun, po i thonë ata Zotit, ja Rab na kthellë herë, për çka u thot Zoti, çka u ka me të pa ba? Thot veç me ballë i vepër të mirë, me i fal 2 namaz resat. Pra dëshira e vetme e njerëzve e cilë kanë ndruar jetë, është që mu këthyë, s'paku 2 resat namaz me falë Zotit, sepse e dinë e kanë pasë sa është vlera e tyne, mirë po na sot e kem këtë kohë, mirë po do t'ja bajmë vetes pyetjen, sa jem të shfrytëzoa këtë kohë, në atë mënyrë që kur dalim nesër para Zotit, mos të thojmë Zotit, o Zot na kthellë herë në dunja veç për me i falë 2 namaz resat. Zoti xhaleshanu po na mëson Kur'an që njeriu duhet me kënd falendërues. Njeriu në rrallë parë duhet me kënd falendërues Zotit xhaleshanu, në rrallë dytë duhet me kënd falendërues edhe njerëzve, sepse pejgamberi alayhis salam po na thot, kush nuk i falendëron njerëzit, nuk e ka falendëruar as Allahun azza wa xal. Falendërimi nuk është thjesht vetëm një fjalë e cila del prej gojës tonë, mirëpo falendërimi është një za e cila del për mrena, është një za e cila njeriu duhet ta njeh për mrena kur falenderohet. Falendërimi në Islam është në 3 mënyra. Mënyra e parë është pra falendërimi me gojë, mënyra e dytë falendërimi me zemër, edhe mënyra e tretë është kryesore është falendërimi me vepra. Mirëpo si manifestohet falendërimi me vepra? Nëse Allahu azza wa xal na ka dhënë neve shëndetin, falendërimi është namazi. Nëse Allahu azza wa xal na ka dhënë ne pasuri, falendërimi është zakati, sadakaja. Nëse neve Allahu azza wa xal na ka dhënë dije, falendërimi i kësaj është që na ta përhapim këtë dijen të mirë, duke i këshilluar njerëzit, e njerëzit sa do pak të marrin mësim apo dobi prej asaj cilës e kemi mësuar na. Koha dhe falënderimi në Islam pra kanë një rëndësi shumë të madhe, po pejgamberi alayhis salam po na mëson neve edhe për zana tjera, po na mëson për furnizimin, po na mëson se si njeriu duhet të mbështetet në Allahun azza wa xal në kërkimin e furnizimit. Shumë njerëz sot shkaku i furnizimit apo shkaku i punës së të ardhmes tjejnë vetin kesë për mrena, i kapi së i friget, a thua si ka me ka furnizimi jem, a thua si ka me kalua jeta ime në këtë dynja. Mirë po Allahu azza wa xal po na mëson neve në Kur'an se furnizuesi i vërtet është vetëm Zoti xhaleshanuhu. Allahu azza wa xal po i furnizon insektet në tokë, po i furnizon peshqin në det, e pse njeriu duhet ta ketë gajle, se a thua Allahu azza wa xal ka më furnizua edhe mua. Muhamedi alayhis salam po na mëson se Allahu azza wa xal po i furnizon edhe zos thotë në ciell. Zos thotë kur dalin sabah, nadje, dalin thotë turitur. Mirëpo kur kthehen thotë, ata kthehen thotë ngopur. Mirëpo thotë zogu ka dal, e ka kërkuar rrezikun e vet, ta përpjek, edhe në fund ditës thotë ka fituar ata për cilën ka dal. Ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zogu po përpiset, po mundohet, atëherë thotë edhe njeriu duhet të mundohet, duhet të përpiset që marr deri te furnizimi, e nuk duhet me prit, me duarën xhepa, e me këshyrë se prej ka po i vjen ai furnizim. Mirëpo njeriu duhet të mundohet, ajo tjetra që ka vjen pas, ajo është dorë të Allahut azza wa xal. Zoti, a kam në Allah pasuri, a kam në Allah mirësi për të cilën po përpjek na, ata vetëm ai ka me e ditë. Zoti xhaleshanuhu në jetën tonë shumë dyer na i ka myll, për të cilën ndoshta në atë moment na ka ardhur keq,
apo jemi ndjekës, mirë po Allahu Azza wa Jell mas kësaj na i ka hap shumë dyert mëdha. Kjo është një urtësi Allahut Azza wa Jell, sepse Zoti e din se çka është më e mirë për njeriu. Zoti e din se një za të cilën ndoshta, thot pejgamberi alayhis salam, mund të jetë thot një za të cilën ju e doni, thot mirë po ajo është e dëmshme për ju, është një za tjetër thot cilën ndoshta ju urreni, mirë po ajo është e dobishme për ju. Pra pejgamberi alayhis salam po na mëson se nëse njeriu mundohet për diçka, mirë po nuk arrin që ata me marrë në dorë, thot mos zhgënjehet, sepse ajo thot muj me ka hajrit për ta. Mirë po edhe nëse një za thot e kese, apo një za cila nuk e dëshiron i ndodh në jetën e tij, as atëherë thot mos zhgënjehet, sepse thot kjo muj me kanë e dobishme për ta. Pra pejgamberi sa po na mëson neve në çdo rast se si duhet na mu sjell, si duhet na me pas atë mbështetjen, si duhet me pa na besën vetëm në Allahun Azza wa Jell. Zoti Xheleshanu pra si tha që më parë e ka krijuar kohën si begatin më të madhe të njeriu. Mirë po a thua na njerëzit jem atë kohën të e shfrytëzuar ashtu si duhet. Zoti Xheleshanu në shumë vende në Kur'an po na thot neve wa aqimus salat, la falni e thot namazin. Mirë po a thua na gjatë 24 orëve në ditë, cilat punaj neb Zoti Xheleshanu, a thua jem Zot që spakut një gjys orët në ditë me ja përkushtua Allahut Azza wa Jell, sepse e dim se farzet e namazit në ditë nuk marrën më shumë se një gjys orët. Mirë po Zoti po na krijon kohën e na çdo ditë pe refuzojmë Allahun Azza wa Jell duke i thënë ja Rab nuk kam kohë për ty. Subhanallahu, çfarë guximi ka njeriu ra Allahun i cili ja ka dhënë gjitha të mirat, ja ka dhënë duart, kam, shikimin, dëzimin, gjitha këto, dhe njeriu kur po vjen koha që Allahu Azza wa Jell pe e thirrën në takimin me ta, njeriu po i thot çka po i thot ja Rab nuk kam kohë për ty. Pse? Pse jam të angazhuar me punët e kësaj dyje, jam të u marrë me dyje, jam të u marrë me punë, cilat kanë më shumë vlerë për mua se takimi me ty. Namazi vllazën e motra është bë obligim në natën e Isras dhe Mirajit, ku Xhibril alayhis salam e mori Muhamedin dhe ngriti lart tek Zoti. Mirë po deri te një grad, Allah i tha Allahu Azza wa Jell Xhibrili deri këtu më çmar, këtu te nal veç Muhamedi alayhis salam. Pra ja vuni vine e kuqe, ja vuni stop Zoti Xheleshanu Xhebrailit, Xhebraili i cili i ka sa krah. Pejgamberi alayhis salam thot kur e kam pa, ma ka mbyll krejt horizontin, edhe nuk kam pa zon veç krahët e tij. Xhebraili alayhis salam i cili veç me 2 krah e ka përmbys krejt popullin e Lutit. Edhe ky pra Xhebraili me tankët mallështi, tankët mallësi e fuqi që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jell, edhe ky s'po guxon me thyer asnjë urdhër të Zotit. Veç atë vit cilën e ka caktuar Zoti, ai s'po guxon me e kalua. E na po ja thejmë Zotit urdhin, jo një herë në ditë, po 5 herë në ditë. Çfarë guximit pra marrim na, çfarë guximtar është njeriu kur e kthyen këtë aspekt, mirë po kur dalim nesër para Zotit, me këtë guximin ton, s'kem me fituar gjë veç kem me hub. Sepse Zoti kam na thonë, Zoti na ka tërheq vërejtën edhe në Kur'an, pa shakohen, njerëzit janë humje. Dhe Zoti pra na ka këshilluar neve me kohë që na ta kem parasysh, mirë po, Zoti edhe në tjetër anë ka krijuar njeriu që me harrua. Vetë fjala njeri do me thonë rrjedh për foljes, nesje, që arabisht do me thonë me harrua, harres. Dhe Zoti me sellim na ka krijuar na që na me harrua, pse? Sepse kjo dyja është sprovë për neve. Dhe Zoti vetë në Kur'an thot, wa khulika l-insana dhaifa. Dhe kam krijuar thot njeriu të dopt. Zoti pra neve na ka krijuar dopt, mirë po na dopsin nuk duhen çdo rast që me esit e me tregua. Mirë po duhet munohna sa do pak që është e mujshme, që atë dopsin ta tregojmë edhe në mirësi, ta tregojmë edhe në vepra të mira. Pejgamberi alayhis salam po na mëson neve i za shumë të mirë
në një hadith ku pejgamberi sallallahu po na thot neve, keni e frikë Zotin, thot, kur ta bani thot një punë të keqe, direkt thot pasoni ata me një punë të mirë, a thot me njerëzit sjellnu me moral, me sjellje të mira. Pejgamberi sallallahu në pjesën e parë këtij hadithit po na thot, keni frikë Allahun. Edhe kjo ka të bëjë me takvan apo me devotshmërinë. Devotshmëria nuk është vetëm kur njeriu e ka frikë Zotin se Zoti ka më dënua. Mirëpo devotshmëria është që njeriu duhet ta kenë atë vetdijen e përhershme apo të vazhdueshme, se Allahu Azza wa Jalla atë njeriu po e shikon, po e ndezon, apo e përcjell në çdo hap të jetës së tij. Njerëzit sot është e lehtë me keni mirë njeriu kur është në publik, apo kur është me njerëzit e tjerë. Ta jem të mirë kur jem me njerëz, apo kur jem publik, mirë po sprova vërtet për njeriu është kur është vetun. A thua njeri kur është vetun, i ka ato vese, apo e ka atë frikën Allahut Azza wa Jall, sikur se është në publik. Allahu Azza wa Jall, si thash, na ka krijuar dopt. Mirë po Zoti po kërkon prej neve që na kur të jem vetun, ta kemi frikën Zotit. Sepse njeriu kur vetmohet në vetmi, kur nuk e sheh kush se çka bën, kur nuk e din kush se çka menon, nëse aty njeriu i bën nërmend se Zoti xhaleshanu është ty e shikuar dhe ty e përcjell ata, kjo është kulmi i besimit vllazën. Nëse ne arrijm pra këtë nivel të besimit, atëherë besomni se këto tjera të cilat do të vinë mrapa janë shumë më të lehta për neve. Pejgamberi alayhis salam në pjesën tjetër të këtij hadithi po thot, kur ta bëni thot në vepër të keqe, pasoni e thot ata me në vepër të mirë. Pse? Sepse vepra e mirë e shlyen të keqen me lejen e Allahut Azza wa Jall. Kjo është një shpresë, apo kjo pjesë e hadithit është një shpresë për neve, sepse njerëzit gabojmë. Allahu Azza wa Jall neve na ka krijuar gabimtar. Mirëpo njeriu nuk duhet që mu rrëzua para zinafit. Njeriu nuk duhet para zinafit që mu dorëzua, mirëpo Zoti xhaleshanu po kërkon prej neve që na kur ta bëjmë një zinaf, ta ngrisim vetin, ta tregojmë vetin Allah më të fortë se sa jem ka përpara, dhe Zoti pra po kërkon prej neve që mbar zinafit direkt ta bëjmë një punë të mirë, sepse me lejen e Allahut Azza wa Jalla e puna e mirë ka më shlyer këtë kesin. Ndoshta zinafet cilat i bëjmë mund me kesh shkaktar që na më afrit Allahut Azza wa Jalla më shumë, sepse e dim shumë raste edhe në jetën tonë të përditshme se disa njerëz shkaku i zinafit apo shkaku i një pune skese cilën e kanë bë, ajo bë shkaktare që këta njerëz mu lidh edhe më afro Zotit xhaleshanu më shumë. Pra ky zinafi i tij i ka kthyer rrugën e drejtë. E kjo është urtësia e Zotit xhaleshanu. Ndoshta Zoti neve na lën me bëj zinaf, që ai zinaf me kesh shkaktar që na më ullzua e më kthye Zoti xhaleshanu, sepse Zoti në Kur'an thot nuk ka kush thot që ullzon një njeri përveç Allahut Azza wa Jall. Na mund të munohna, na mund t'i flasim dikujt, mund ta këshillojmë dikë, mirëpo nëse Allahu Azza wa Jall në zemrën e atij njeriu nuk e fut besimin, atëherë gjitha mundi apo zonat që i bajmë na janë boshe, nuk janë boshe normal, mirëpo Zoti është ai në fund i cili e cakton se një njeri a ka më ullzua apo nuk ka më ullzua. Masnej pejgamberi alayhis salam në vazhdim të këtij hadithi thot, sjelluni mirë me njerëzit. Sjellja me njerëzit apo raporti moral jon me njerëzit është prej zanave të jashtme të besimit tonë. Dhe pejgamberi alayhis salam po na mëson neve që në çdo rast na duhet të sjell mirë me njerëzit. Kollajt është mu sjell mirë me i njeri i cili don ty, të respekton ty, mirëpo sprova e vërtet është kur njeriu sillet mirë me i njeri e cili atë njeri vazhdimisht e kritikon apo e zikon. Kjo është sprova e vërtet që njeriu këtu e tregon veten. Njeri kur na mujmë, se me thonë me hesht, kur na mujmë me fol, mirëpo e zgjellim me hesht,
kur na kemi mundësi të hakmerrna, mirë po e zgjellim mundësinë që me e kthell me të mirë, kjo është besimi vllazën e motra cilin duhet ta kemi. Nuk është besimi jonë nuk na mëson që njeri i cili të bën kesë apo sillet kesë me ty ti m'ja kthy me të kesë. Pejgamberi alayhis salam po na thot neve sillnu mirë me njerëz pra. Nëse një njeri sillet kesë me ty, ti mundoju atij njerit që m'ja kthy me të mirë sepse kështu me lejen e Allahut azza wa xal ti atij njeri ke m'ja fituar zemrën, vllai njeri nesër ka më pa më shumë respekt për ty. Ndërsa nëse ti atij njerit kesën ja kthen me të kesë, besomni sa aty hyj shejtani edhe më shumë, e njerëzit e lëftofen më shumë, mirëpo dhe lindin nga tresa e mosmarrveshjen mes njerëzve edhe më tepër. Pra, pejgamberi alayhis salam po na mësojnë neve 3 kategori kryesore. Në radhë parë ke pra frika ndaj Zotit, në radhë dytë ke kur na ta vajmë një vepër të keqe ta pasojmë atë me një të mirë, dhe në radhë tretë ke pra mu sjell mirë me njerëz. Nëse njeri këto 3 zana ja mëson vetit, edhe e ka si sistem jetet, besomni se njeri në radhë parë ka me ketë dritë për veten e tij, mas ne ka me ketë dritë edhe për të gjithë njerëzit cilët e rrethojnë. Pejgamberi alayhis salam gjithashtu pe mëson njeriu që njeri nuk duhet me ketë dorë shtrënguar. Pejgamberi alayhis salam po na thotë se sadakaja nuk e pakon pasurinë tonë, mi po ajo pe e shton. Zoti xhaleshau në Kur'an thotë le ezidannakum. Ai njeri thotë i cili jep Allahu azza wa xal, atij njeri kam ja shumë fishu Allah ma shumë të mirat, kam e lanë beriset, kam e lanë begati në jetën e tij. Në jetën tonë përditshme kur dikuj i thua me lanë, normal se ka kuptimin u paksua diçka. Kur dikuj i thua nep diçka, ai direkt e ka mendën se ajo zë ka mu paksua. Mirëpo në besimin tonë, në fenë islame, kur njeriu nep diçka, kjo do me thënë se ajo të shtohet. Subhanallahu, çfarë mundësive apo çfarë zanave të mira në nep Zoti xhaleshanuhu, dhe nëse na i shfrytëzojmë ato zana ashtu si duhet, besomni se shumë zana fitojmë. Allahu azza wa xal këtë shembullin e dhenjes në shpjegon në një pjesë të Kuranit, në disa ajete shumë bukur ku thot, dhenja thot është si 7 fara thot, të cilat kur e vën njeriu thot, prej tyre e dalin 7 kalli, 7 bim. Edhe prej atyre 7 bime thot dalin 100 kokra. Zoti xhaleshanu po na thot prej 7 farave dalin, do me thot ka 100 kokra dalin 700 kokra. Kjo është matematike Allahut azza wa xal, ku Zoti xhaleshanu ka adam na mësua neve se njeriu me një sevap muj me fitua deri në 700 sevabe. Pra Zoti ja shumë fishon ata deri në 700 herë, e Zoti në Kur'an thot se ja shumë fishon ati ku i donë edhe ma shumë. Pra shumë njerëz nesër kur dalin para Zotit kanë me pa vepra të mira, për të cilat edhe ata vetë kanë mu çudit, mirëpo Allahu azza wa xal ato vepra tona të mirat na i ka shumë fishua me 700 e ma shumë herë, dhe këto do jenë shkaktar që na nesër kur dalin para Zotit për shkak të shumë fishimit cilën Zoti na ka bënë e vepra tona, nesër na të arrijmë faljen e Allahut azza wa xal. Mirëpo, Islami na mëson se dhenja nuk është vetëm materiale. Njeriu me lën nuk është vetëm financiare, pra se gjithë nuk kemi mundësi me lën zona financiare. Mirëpo pejgamberi sa po na mëson neve se edhe një buseshja sadak, një fjalë mirë është sadak, vizita e smurit është një vepër me të cilën njeriu ka më fituar shumë zana, dhe pra pejgamberi selam po na mëson se edhe nëse na këto i praktikojmë apo i fusim në jetën tonë të përditshme, edhe këto zana nesër kanë me kes sadak apo kanë më shkrua si vepra të mira kur dalin para Allahut azza wa xal. Sahabët e pejgamberit alayhis salam e kishin kuptuar shumë mirë këtë si me thonë formulën e dhenjes,
Dhe ata në librat islam shkruhet se kanë garuar shumë me dhon, kanë garuar shumë, sa që thohet edhe zanat, cilat I kanë dashur ata më shumë ti për veten e vet, ato I ka lënë për hatër të Allahut Azza wa Jall. Pse? Sepse ata gjithmonë kanë jetuar me I formul që njeriu atë zanë cilën e man për veti, apo njeriu I zanë cilën e msheh për veten e tij, ajo zanë sot nesër ka mu zhduk. Mirëpo njeriu një zatë të cilën e jep për hatër të Allahut Azza wa Jall, ajo zanë kur s'ka mu zhduk, mirëpo gjithmonë njeriu ka me zet ata të Zoti Xheleshanu, sepse Zoti në Kur'an thot: "Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Dhe kush thot për ju që bën një të mirë, thot edhe sa grimca ajo, ata thot nesër për Allahut Azza wa Jall ka me zet. Mirëpo Zoti po na mëson edhe të kundërtën, kush ta bëj thot edhe një grimcë skese thot, edhe ata nesër ka me zet për Allahut Azza wa Jall. Këta sahabët pra jetonin me atë formulën që duhet ta kemi parasysh edhe të gjithë na. Duhet ta kemi parasysh se sa do që të blellim pasuni, sa do që të blellim, sa do që të ndërtojmë ndërtesa, sa do që të mundohna në çdo za, ta dim se një ditë kemi me I la këtë zana. Dhe e pasuni cilën na pe e palojmë sot apo pe e grumbullojmë sot, nesër për Allahut Azza wa Jall ajo s'kam në dimua zë veç, nëse ne kem shfrytzuar pra ashtu si duhet, nëse ne kem ndihmuar nevojtarin, nëse ne atë pasuni e kem harxuar rrugë të Zotit, nëse kemi lënë ata për kontributin e atyne e cilët janë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, atëherë ajo pasuni do me thonë se e kem shfrytzuar në mënyrë si na mëson Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi alayhis salam në hadithet e tij. Pejgamberi alayhis salam na mëson shumë zana dhe se si duhet na të sjellemi në jetën tonë të përditshme. Nëse një njeri I cili e beson Allahun Azza wa Jall, dhe në një njeri I cili pa lunë, si me tha, e ka pranuar Zotin si Zot të vetëm, dhe Muhammedin alayhis salam si të dërguar të tij, atëherë në jetën e tij ai njeri zguxon me marr kënd tjetër rol apo model vetëm se të dërguarin ton Muhammedin alayhis salam. Muhammed alayhis salam shumë zana na ka mësuar neve me sjelljen e tij në raport me familjen, me gratë, me njerëzit në përgjithësi. O sahabët alayhis salam ishin shumë të interesuar që me mësua jetën e tij, një mësi, domethënë me mësua çdo detaj të jetës së tij. Sa në shumë raste e kanë pyet Aishën radiallahu anha, ja Aishë I thoshin na mëson neve pak për veprat, për fjalët e pejgamberit alayhis salam. Aisha I thotë që sjellja apo morali I tij është Kur'ani. Pejgamberi alayhis salam pra është kanë një Kur'an I cili ka ecë nëpër tokë. Sepse çdo gjë që cilën ai ka bë apo e ka fol, e ka pas prej Allahut Azza wa Jall. Pra Zoti Xheleshanu e ka mësua Muhammed alayhis salam se çka më bëhet si më fol, dhe për atë arsye thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhis salam thotë është si Kur'ani I cili ecë nëpër tokë. Dhe për atë arsye na duhet që pejgamberi alayhis salam në çdo hap të jetës tonë ta marrim si rol apo si model, sepse besomni, nëse ne marrim ata si rol apo model, jeta jon ka me kaluar sipas këshillave, sipas porosive të Kur'anit. Pejgamberi alayhis salam pra po na mëson neve shumë zana në radhë të parë. Pejgamberi alayhis salam kur flinte me njerëzit, flinte në mënyrë të butë, flinte me I ton të vogël, dhe gjithmonë kur flinte u mundonte që mos më bë mu ti e kes ato tjetrin. Mirëpo pejgamberi selam edhe në anën tjetër po na mëson neve se zjuha, shkaku I zjuhës, do të shumë njerëz nesër ditën e gjykimit do të dënohen para Allahut Azza wa Jall. Pse? Sepse zjuha është shkaktare që shumë njerëz son këtë botë me ofendua dikon, me ranua dikon, me shtika të rresa mes njerëzvish. Pra zjuha është ajo e cila I bën gjithë atë kësaj. Nëse na njerëzit
Do ta ruajmë gjuhën tonë, besomni, se situata apo atmosfera jonë, sof në familje, sof në koishri, sof në vendin ku jetojmë, do të jetë shumë më e mirë se sa është. Një ditë pejgamberi selam duke nejë me në shokët e tij, pe e pyet ky shoku, po i thot ja Rasul Allah, më mësoni thot për disa azana, të cilat thot do të më shtin në xhennet, apo do të shkaktare që unë shkaku i këtyre azanave me fituar shpërblimin tot nesër. Shpërblimin e Allahut azza wa jall. Pejgamberi selam normal ja përmend shumë zana, mirëpo e thot pejgamberi alayhis salam, a do më ta tregoha se cila është temeli apo cili është kulmi i gjitha këtyreve. Ja Rasulullah e thot normal se kur s'ka qef me e dit, i zanë cila është themele apo vendimtare për shpëtimin e njeriut nesër kur dalin para Allahut azza wa jall. Allah pejgamberi selam këtij njerit po i bën me shejka gjuha, po i bën me shejka gjuha, Allah i thot nëse e ruan një kyt, thot ke fituar shumë. Allah kjo normal, i thot Rasulullah, kem mu pyet thot Allah për atë gjatë cilën e flasim, Allah pejgamberi selam i thot nuk ka za ma shumë ditën e gjykimit për cilën kanë mu dënua thot njerëzit përveç se gjuhës së tyre. Pra vëllezër e motra, gjuha posaçërisht e ka fjalën pejgamberit selam për gratë, se për shkak të gjuhës së tyre shumë gra apo shumë mashkuj nesër ditën e gjykimit do ta fitojmë dënimin e Allahut azza wa jall. Andaj kjo të jetë si një porosi apo si një këshill për neve që ta kemi kujdes gjuhën tonë. Kur të flasim me njerëz, mos mundohna që direkt me ranua dikon, mos mundohna që me tregua vetin ma nalë se dikush, sepse kjo është një pjesë e mendimallësisë vëllezër motra. Kur njeriu pra sheh dikon ma nalë se tjetrin, kur njeriu mundohet që me fjalët apo veprat e tij me përulan tjetrin, Islami na mëson se kjo është sheh e mendimallësisë. Nuk është mendimallësi njeri mu vesh bukur, nuk është mendimallësi njeri me pa sef, me pa zana, cilat janë bukura në këtë dyja, mirëpo Islami na mëson se mendimallësi është kur njeriu e tjen veten më mirë se ai tjetri. Kur gjithmonë njeriu mundohet me përul apo me përboza tjetrin, shkaku i pozicës, shkaku i pasurisë, shkaku i bukurisë e kështu me radhë. Edhe folja pra apo sjellja me fjalë të këqija apo përulse me njeriu, thot pejgamberi selam, nesër në ditën e gjykimit njeriu ka mu dënuar për këtë. Pejgamberi selam gjithashtu në ditë duke nejë me sahabët e tij, po i pyet pejgamberi selam, a doni u thot mu tregua se cili është njeriu i cili ka bankrotuar apo njeriu i cili me fjalët tona nuk ka zë pa shpirtit. Allah normal si çdo njeri, Allah na kur na kishte pyet dikush i e kështu, i kishte më thonë ai njeri i cili s'ka tarna financiare, nuk kalon jetë mirë në mënyrë materiale, o pejgamberi selam jo valla, thotë një gabim. Njeriu thot i cili ka bankrotuar thot është ai njeri i cili nesër kur dalin para Allahut azza wa jall ka me dalë thot me vepra të mira, me namaz, me azherim, me zekat, me sadak, me gjitha të mira thot ka me dalë. Mirëpo thot Zoti xhaleshanu këtij këto kam ia bë pluhën thot. Allah çuditën sahab normal. Allah i thonë ja Rasul Allah, si ka mundësi thot Zoti njeriu tana këto të mira që i ka bë, më rrafshoi më bë pluhën. I thot pejgamberi alayhis salam, shkaku i gojës thot. Ai njeri thot me gojën e tij thot e ka përul dika, e ka fënduar dika, me gojën e tij thot ka ba zullum tok, ka shkaktua nga tresa mes njerëzish, dhe thot Allahu azza wa jall, thot pejgamberi selam, do të vinë thot atyre të cilëve u ka hin hak në ditën e gjykimit, dhe do t'ja marrin thot gjitha veprat e mira, e kur i marrohen thot veprat e mira, do t'ja napin thot gjitha të këqijat ata njerëz këtij, derisa thot Allahu azza wa jall këtë njeri e dënon me zjarmin e xhehenemit. Për atë arsye vëllezër të kemi kujdes pra fjalët tona, të mundohna që sepse shumë për njerëzve e kanë shprehi, edhe nëse nuk e tjen në zemrën e tyre, prej gojës tyre dalin fjalë të rënda apo ndoshta edhe pa qëllim, ata ranojnë dikon me fjalët e tyre.
Mirë po të kemi kujdes pra, sepse pejgamberi alayhis salam neve po na mëson që shkaku i zu, shumë njerëz kanë mu djeg. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam na mëson se si duhet njeriu mu sjell në familje, si duhet njeriu mu sjell me gratë e tij. Në librat e Islam shkruhet se pejgamberi alayhis salam kur nuk e pëlsente një ushqim, cilën ja kanë përgatit gratë e tij, ai kur nuk i thoshte gruas tij, po çka ke bë kështu? Pse ke si kaq kryp? Pse është pa kryp ku ushqim? Mirë po, pejgamberi alayhis salam edhe në ushqim nëse nuk e pëlsente, ai pa me dallua bashkëshortja e tij apo varzat e tij, u mundote që me largua atë ushqim, pse? Që mos me bëmu ti e kesat njeri cili e ka përgatit ashtë ushqim. Pse? Sepse me selim, kur kush nuk e bën atë zamir, po, zith jemi njerëz, zith ka herë ke mendje ndiku tjetër, mirë po pejgamberi selam po na mëson neve që me gratë tona të sjellna ashtu si duhet. Gratë tona ti kemi kujdes, sepse i kemi amanet për Allahut Azza wa Jall, të mundohet na vabaj sefin, sepse pejgamberi selam në një rast duke vrapuar, duke ecur me Aishën radhiyallahu anha, Aisha po e kalon pejgamberin alayhis salam, o pejgamberi jo se po nihet kes, mirë po nuk flet za. O vjen rasti mas një kohet, duke ecur ata prapë të dy, pejgamberi alayhis salam po e kalon Aishën, po vrapon më shpejt se ajo, o pejgamberi alayhis salam po e thot gruas tij, kjo është për të hakmarr për atë gjë që cilën ke kaluar ti para disa kohë. Pra pejgamberi alayhis salam me gratë e tij edhe ka ba lojna, ka garua me to, mirë po kur nuk i ka për ull, apo nuk i ka ofendua gratë e tij. Në një rast, duke kaluar pejgamberi alayhis salam rrugës, ishin do njerëz të bën ziafet, edhe kishin pjek mish, edhe pejgamberi alayhis salam po e thrasin këta. Mirë po pejgamberi alayhis salam e refuzoi. Jo se pejgamberi alayhis salam nuk e hante mishin, jo se pejgamberi alayhis salam nuk ishte sef me ndaj me ta, mirë po, ajo ishte ambient i hapur, dhe pejgamberi alayhis salam i refuzoi këta njerëz për arsye se asaj mund me kalua dikush i cili nuk ka mundësi me i hagër ato zane edhe mund ndjekes për mrena. Sot për fat të keq shumë njerëz, ambient i hapur sot janë rrjetet sociale, janë Facebook, Instagram, Snapchat, e kështu me radhë, e për fat të keq sot shumë njerëz cilë shkojnë në restorante të shtrenjta, hajnë do në ushqim të shtrenjt, zaja e parë kryesore çka është? Pa me hagrat ushqim, e para zonë çka e bën është të fotografon ata, edhe e poston në rrjetet sociale. Pse? Veç për mi u vëdua dikuj, unë e kam hagër këtë ushqim e ti se ke hagër. E pra pejgamberi alayhis salam po na mëson neve që na duhet kemi kujdes, e duhet ruhemi për i këtyne zamnave në maksimum. Sepse ajo foto jote dika muj me prek, dika muj me ba mundi e kes për mrena, sepse gjithë nuk i kanë mundësi se i kem na. Andaj, ta kemi parasysh që do shta neve na duket ajo një zë vogël, mirë po me ato zana, muj me ba dika mu ti e kes për mrena, pejgamberi alayhis salam po na mëson që nas me hagër në një ambient ku na shohin njerëz se nuk është mirë, ajo ma me postua ku bela shohin me mia njerëz. Zoti xhaleshanuhu na bëf prej atyre cilë kemë me pa kujdes në fjalët tona, në sjelljet tona. Zoti edhe herë na pranoft azhrimin ton, gjitha veprat e mira të cilat i kem bën këtë muaj. Zoti inshallah gjithëve së bashku na mundsoft që me prit edhe shumë Ramazana e bajrama tjerë së bashku. Tash pa afrohet koha e bajramit, kam sef edhe shkurtimisht e spjegua kush si falet. Do shta le dim gjithë, mirë po, për sëritja thonë është nëna e dijes. Bajrami normali ka 2 resate, në resatin e parë këtohet subhaneke, mas subhanekes direkt shkojnë 3 tekbira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas anej, imami e këton, Fatihan edhe një sure. Shkojmë ruku, shkojmë sejdë kur ngritna, prap imami e këton Fatihan, e këton edhe i sure, mas ne shkojnë prap të 3 tekbira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, i 4 tekbir shkojmë në ruku, sejdë, japim selam, mas ne është hutbja, edhe me lejnë e Zotit,
pe e kalojmë inshallah disa çaste të bukura të Bajramit. Zoti na bëj për atyre të cilë kemë me ditë me shfrytëzua këto ditë ashtu si duhet, sepse Bajrami është fest e vizitave, është fest e shkuar mes të njëri tjetri, ku për fatkeqësi në ditët e sotme shumë prej njerëzve jem të i anashkalua këto. Po thuaj se shumica e kalojnë Bajramin në shtëpi apo në zumë. Bajrami nuk është fest e cilën duhet me e kaluar në zumë apo në shtëpi, mirëpo Bajrami është fest ku na duhet me vizitua njëri tjetrin, sepse po su vizituan për Bajram e për festa, vëlla në ditë tjera besomni se po thuaj se jo pak, po as pak s'kem mu vizitua. Zoti na fal, na udhëzoft, na forcon këtë dinë të drejtë ashtu si na ka bashkuar son këtë vend. Inshallah na bashkof nesër nga grada më të larta të xhenetit Firdaus. Amin ya rabbil alamin. Tash muj me fal namazin e Bajramit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Qul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Ekber. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وكبر الله تكبيرا. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بإتمام شهرنا فتلك نعمة الله. أحمد ربكم يا عباد الله على إتمام شهركم وكبروا الله تكبيرا. الله أكبر. ما تعلنت أصوات الناس بتكبير الله. الله أكبر. تفتحت أبواب السماء في هذا الصباح الكبير. الله أكبر. ما تنزلت علينا رحمة ربنا العلي القدير. الله أكبر. ما تقرب القلوب المسلمين. الله أكبر. ما تصافرت الجهود وصدق العهود. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة وأصيلا وكبروا الله تكبيرا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وجنده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأولاده وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيدا وهذا عيدنا إني أرسلت بحنيفية سمحة. Falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve, Atij se na mundsoi ta përjetojmë muajin e bekuar të Ramazanit, dhe të arrijmë këtë ditë të madhe. Ata e falenderojmë për begatitë e panumërta, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje, dhe vetëm tek Ai mbështetemi. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër se meriton adhurim përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, shokët e Tij, dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, sot është një ditë e veçantë, një ditë ngëzimi dhe falënderimi, dita e Fitr Bajramit. Kjo është dita kur besimtarët gëzohen për përfundimin e një muaji të madh, muaji të Ramazanit, muaji të mëshirës, faljes dhe shpëtimit nga zjarmi i xhehenemit. Ramazani ishte një shkollë për neve. Ai na mësoi durimin, sinceritetin dhe përkushtimin. Na mësoi të kontrollojmë dëshirat tona dhe të largohemi nga mëkatet. Gjatë këtij muaji, shumë prej nesh u përpoqën të falim më shumë namaz, të lexojmë më shumë Kur'an dhe të bëjmë vepra të mira. Por pyetja më e rëndësishme është se duhet t'ja bëjmë vetvetes është, a do të vazhdojmë në këtë rrugë edhe pas Ramazanit. Besimtari vërtet nuk ndryshon vetëm për një muaj, dhe pastaj kthehet në zakonet e vjetra. Ai e merr Ramazanin si piknisje për një jetë më të mirë. Nëse kemi lënë mëkatet, mos të kthehemi atyre. Nëse kemi ndjerë ëmbëlsinë e adhurimit, le ta kalojmë atë edhe në ditët që vijnë. Të dashur besimtar, Fitr Bajrami është gjithashtu ditë solidariteti dhe kujdesi për njëri tjetrin. Sadakaja e fitrit është bërë obligim, se është kusht të mos betet i pikëlluar në këtë ditë. Le të mos harrojmë të varfrit, jetimet dhe ata që janë në nevojë. Gëzimi i vërtet nuk është i plot nëse nuk e ndajmë me të tjerët. Kjo është gjithashtu ditë falje dhe pajtimi. Sa familje janë të ndara, sa vëllezër nuk flasin me njëri tjetrin, sa zemra janë të mbushura me mlef. Le të jetë kjo ditë një mundësi për të falur dhe për të pajtuar. Ai se fal, Allahu do të e fal, ai se pajton njerëzit, Allahu do të shpërblej shumë fish. Në këtë festë të bekuar të Fitr Bajramit, le të mos harrojmë se bukuria më e madhe e saj janë vizitat dhe afrimi mes njëri tjetrit. Kjo është dita kur zemrat hapen, dyert nuk mbyllen, dhe familjarët miqt e të afërmit bëhen bashkë për të ndarë gëzimin. Le të mos lejojmë se rutina apo largësia të na ndajë. Një vizitë e sinqert, një përsafim apo edhe një fjalë mirë mund të shërojë zemra dhe të forcojë lidhjet tona. Besimi na mëson të mos harrojmë njëri tjetrin, të kujtojmë të afërmit, komshit tanë, dhe të rikthejmë dashurinë aty ku e shohim se ajo është zbehur. Le të jetë kjo fjestë në thirrje për afërsi, respekt dhe kujdes ndaj njëri tjetrit, sepse gëzimi është më i madh kur ndahet së bashku. Lutim Allahun e madhëruar se të na pranojë agjërimin, namazin dhe të gjitha veprat tona të mira. Lutim ata se të na falë mëkatet tona, të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na bashkojë në mirësi dhe dashuri. Lutim Allahun se të na mundsojë të arrijmë dhe më shumë Ramazana e Bajrama të tjerë në atmosfera të bukura së bashku. Në fund, në këto çaste të veçanta dhe të mbushura me dritë shpirtërore, në emrin tim personal dhe në emër të xhamatit të Kodër Budanit, kemi nderin dhe kënaqësinë t'ju përcjellim urimet tona më të sinqerta dhe më të përzemërta me rastin e festës së bekuar të Fitr Bajramit. Wa kabbirullaha takbira.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lillahi hamd. Alhamdulillahi hamdal kamilina, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكبروا الله تكبيرا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام على رسول الله الصلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Urime festën e Fitër Bajramit inshallah.